Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar që dita t'ju shkojë shumë e mbarë dhe në radhë të parë me shëndet të plotë. Gjithmonë kam menduar se të rinjt sjellin jo vetëm freski në studio apo në nisjen e një dite, por ato shpesh na japin impulse të bukura për të menduar shumë çka rreth ecurisë së saj, për të menduar shumë pozitivisht dhe ndoshta për ta marrë hapin e ditës me një entuziazëm të veçantë. Sot në studio jam me një nxënëse maturante në shkollën ose gjimnazin Jordan Misja. Quhet Jezuela Kola dhe është fituese e një projekti të zhvilluar kohët e fundit mes të rinjve të 4 vendeve ballkanike: Shqipërisë, Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Mirëmëngjes Jezuela, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes. Pikë së pari falenderoj shumë që më ke thirrë për ftesën. Është një privilegj i madh që unë jem sot këtu. Privilegjin ma jep pikrisht ardhja jote, sepse të mësosh për një mbërritje, për një arritje për më tepër, është jo thjesht kënaqësi, sa më shumë. Faleminderit. Në fakt, së bashku me disa shoqet tuaja, nuk e di nëse jam eksaktësisht e saktë, keni marrë pjesë në një projekt që lidhet me shkëmbimet ndërkulturore në mes vendeve ballkanike. Si u përfshit në këtë projekt? E vërtet, unë edhe një shoqe dhe një shok të klasës jena marrë me shkëmbimin ndërkulturor. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, zysha jonë Ermira Emeraj. E përshëndesim profesoresh Ermirën, sepse megjithëse nuk është në studio, ajo natyrisht me kontributin e saj ka sjellë që pikrisht këtë nxënës të kenë një përpara një projekt të tillë, apo jo? Po, inkurajimi që ajo na ka bërë vazhdimisht edhe dëshira që ajo e ka transmetuar në zemrat tona dhe në mendjet tona, ka bërë që sot unë me kënë këtu. Edhe kontributi juaj, patjetër. Po. Dhe profesorish Ermira ju parashtroi që është një projekt i tillë, apo jo? Po, një trajnim na parapërgatiti edhe na bani gati që ne me shkuat që edhe me ndëru. Sa bukur. Po ku shkuat ju? Ne shkuam në kryeqytet, në Tiranë. Dhe gjithë ky trajnim u zhvillua online, për kushtet në të cilët ndodhemi në kushte pandemie. Po si ishte, domethënë, komunikimi, pjesëmarrja, sepse patjetër që jeni ndjerë së bashku me shumë pjesëmarrës të tjerë, madje jo vetëm nga Shqipëria. Po, ishte një platformë e re, por çdo gjë ishte online, edhe mund të them se si të rinj nuk është se kishim fort problem, sepse brezi jonë është i dhënën mas teknologjisë, por gjithashtu ne mësume se mund të realizojmë punime super bukura, edhe mund të angazhohena edhe sikur të jena online. Pra jo thjesht të jena në rrjete sociale apo të ndajt kod në telefon, por ne kena pas privilegjin që me punu online, që ka një platformë krejt e re edhe shumë efikase, më ndaj vetë. Mendoj se 2 hapat e parë pa filluar ende puna ka qenë përdorimi i mirë i teknologjisë me një shërbim mjaft efikas dhe gjuha angleze. Po, çdo gjë ka qenë në anglisht, duke qenë se kena qenë prej 4 vendeve të Ballkanit, komunikimi është bërë në gjuhën angleze dhe s'kena pas asnjë problem. Nga Shqipëria ishin edhe të tjerë pjesëmarrës? Po, kanë qenë edhe disa prej Tirane, edhe të një fshati. Ju ndjet të barabartë, apo jo? Po. Si u njohët me pjesëmarrësit e tjerë të këtij trajnimi? Ky trajnim, si çdo trajnim e tjera të bëhem nga Rajko, është një trajnim shumë argëtues, edhe ka një trajnim shumë argëtues. Çdo gjë ka nisë me një lojë. Kena njohur njëri tjetrin me anë të një bisede të këndshme, edhe një loje ku kena thonë emrin, moshën, edhe që kena pëlqy. Këtë mënyrë ne kena njohur njëri tjetrin. E pastaj jeni futur në brendim e çdo gjëje që u ka përfshirë, apo jo? Po.
Kena fillu me tema të ndryshme, duke bisedu nga më të ndryshmet. Fokusi jonë ka qenë paqja. Shumë për nesh nuk kena njoft asnjë Serb, asnjë Maqedonas, asnjë Kosovar, dhe kena pas fatin që jo vetëm t'i njohim këtë trajnim, por edhe t'i xojmë shok shumë të mirë. Pra, nuk jeni përfshirë nga përkatësitë etnike. Po. Përkundrazi, keni njohur miqtë tuaj, shokët tuaj ngado që të ishin ata. Po. Cilët ishin, do me thënë, disa nga nën çështjet në të cilën ju jeni ndalur për të shkëmbyer mendimet tuaja? Në çështjet konkret se si ne duhet me njoft tjetrin, edhe jo me u bazu në stereotipe apo në gjana që ose mos me gjyku, kjo ka qenë e rëndësishme, edhe me vlerësu tjetrin, edhe gjithashtu me punu me tjetrin. Pra mos të jena thjesht në rangun ton, në rrethin ton, okej, unë do punoj me shqiptar, ja. Ti je ardhmja vendit, ti je njeri që nesër ke me ndryshu vendin, edhe këtë gjë nuk do ta bash vetëm. Ishte një shkëmbim disa orësh në ditë, apo si zhvillohej? Po, trajnimi ka fillu në orën 9:30 deri në orën 1:30. Kena pas një coffee break nga ora 11. Kush e udhëhiqte, kush e drejtonte këtë trajnim? E udhëtonte Ola, përgjegjësja në PVN Albania. Ajo ishte drejtuese e të gjitha grupeve pjesëmarrëse? Po. Por edhe Shqipërisë. Ndërkohë që temat jepeshin në tavolinë, si thuash, dhe më pas pjesëmarrja në debat, po e quajmë kështu, ishte e lirë dhe krejt e zhdërvjellët, si ishte? Atëherë, ndërsa Ola shpjegonte temen dhe shumë të tjera të përgjegjës, na jepnin kohën tonë që ne të reflektonim, për gjithashtu të ishim gati dhe pse jo të debatonim. Por të më drejtën, ne trit pëlqym shumë njëri tjetrin, e ndjejtëm vedin shumë rahat me njëri tjetrin, edhe kishim shumë mendime pozitive dhe të përafërta me njëri tjetrin. Ka pasur ndonjë moment që jeni ndjerë paksa në siklet, ndoshta edhe nga ndonjë, në thonjza, nga një kurt i vogël, nga një mendim i paftuar, ose nga një situatë e çastit? Në fakt, ky ishte mendimi im i parë kur vendosim me shku në trajnim. Thash, mas, ka me nol diqa. Por nuk, tani ishin shumë sinqert, edhe unë për vetë kam qenë shumë sinqert në mendimet e mia, që i kam transmetuar shokëve të mi, edhe kam kuptuar që tonë në fundit dojmë njëjtën gjë, dojmë paqe, edhe të nifena me njëri tjetrin. Si mendoni, si mund të realizohet pikërisht kjo dëshirë e paqt me të rinjt, mes të rinjve e natyrisht mes njerëzve? Cilat janë fushat në të cilat ata mund të bashkëpunojnë më së miri dhe mund të si thua, mund të shëmbin muret e ndasisë? Duke qenë se jena larg për njëri tjetrit, mendoj që mënyra më e mirë janë rrjetet sociale, mund të hapim grupe të ndryshme, ashtu siç kena bërë të trajnimi duke bërë homeworks, mund të bëjmë punë vullnetarizmit, që mund bëjmë do të thotë që të bashkojmë tonë bashkë në një të ardhme të afërt, edhe të punojmë për një qëllim të caktuar, me ide të qarta, edhe duke ndihmuar njëri tjetrin. I shehti deri tani disa mundësi ose disa realizime të këtyre shkëmbimeve përgjatë kohës, për shembull në Shkodër, ka të tilla tregues pozitiv? Po. Unë mund të thuash. Në shkollë, për shembull, na mësojnë që nuk duhet paragjyku apo domethënë thjesht zyshat kanë qenë shumë të hapur edhe të gatshme që neve me na çu në këto trajnime, edhe drejtoresha, Diana Andreu, që përshëndesim. Dhe janë përkushtuar shumë me ne edhe na kanë mbështetur shumë.
në kanë fut këtë ide në trunin tonë. Ju ishit 3 pjesëmarrës nga klasa juaj. Pasi mbarotin dita e trajnimit, si ndjeshit? Mirë. Vazhdonin diskutimet? Po, vazhdojnë diskutimet, detyrat, edhe gjithashtu reflektimet. Çfarë detyrash kishit për ditën e nesërme? Po, kishim detyra prezantime, mas shumëti në PowerPoint, ku merrshim ide nga njëri tjetri nëpërmjet një grupi të hapur në WhatsApp. Pra pas jush ishin të tjerë, grupi i WhatsAppit? Po, domethënë i hapnin në atë moment. Një nga Shqipënia, një nga Kosova, një nga Maqedonia dhe një nga Serbia. Bisedonim me njëri tjetrin dhe në fund krijonim një prezantim, cilin do e prezantonim të ditën tjetër. Numri pjesëmarrësve, totali pjesëmarrësve, ishte i sqaruar? Diku rreth 28 pjesëmarrës. Dhe ju çdo ditë flisnit me njëri tjetrin? Po. Çdo ditë hapnit në tavolinë një tjetër rrugë këmbimi, mendimi, diskutimi, dialogu, debati mbase? Po. Po çdo ditë ka një ditë e re. Temat ishin nga më të ndryshme, gjithmonë në sferën e paqes? Po. Në shkëmbimet kulturore, ku mund të shihni mundësinë e një bashkëpunimi të mirë mes të rinjve? Mund të shohim për shembull në bursa të ndryshme, që mund shkojmë në vende të ndryshme duke bashkëpunuar me këto të rinj, edhe duke pas qëllimet njëjta, më që në fund mund të arrijmë diçka të bukur tonë bashkë. Do t'i drejtohem një shembull jo shumë të largët. Në verën që shkoj pikërisht në Shkodër u zhvillu Shkodra Jazz Festival. Nëse ke ndjekur disa nga koncertet në përbërje të grupit klasik, ishin pikërisht vetëm atë grup po marr si shembull. Kishte një pjesëmarrje multietnike, ballkanike. Nëse nuk e haroj, ishte një violoncelist nga Serbia, nga Bosnia e Hercegovina, kishte nga Malizi. Gjithsesi ishte një bashkëpunim që u duartrokit shumë. Mendon se është një tregues i mirë pikërisht i kësaj fusha? Po, mendoj që është shumë i mirë. Kanë prek një aspekt super të rëndësishëm që është muzika. Edhe është diçka që nuk ka rëndësi prej ka vjen. Muzika është gjithmonë në zemrat tona, edhe gjithmonë përkrah nesh. Edhe mendoj që është diçka shumë e bukur që kanë zgjallë me u konektu me njëri tjetrin nëpërmjet muzikës. Ndërkohë që edhe sferat të tjera janë po aq bashkëpunuese sa dhe muzika. Po, mendoj që është edhe sporti. Të ushtrosh ose të frekuentosh një grup që nuk janë thjesht shqiptar, por edhe vendeve tjera. Kështë e kanë bukur. Mendon se pikërisht nga dita në ditë ju morët më shumë informacion, morët më shumë besim tek njëri tjetri, morët më shumë miqësi dhe shoqëri? Po, familiarizume. Çdo minutë që kalote ishte precious për ne, i çmueshëm, edhe u mësume me njëri tjetrin edhe mësume shumë. Edhe pse mësume njot shumë, në fund u duk sikur ishte vetëm një ditë, jo 4 ditë, sepse koha kaloi shpejt edhe u kënaqem shumë. Nga fillimi në fund të këtij trajnimi, si do ta përshkruani me pak fjalë këtë rrugtim të përbashkët? Një rrugtim me sakrifica, me punë, por edhe me vullnet. Sa rëndësishme është mirëkuptimi mes të rinjve dhe njerëzve? Besoj se e keni trajtuar këtë temë. Po, do të thoja që është shumë e rëndësishëm, duke qenë se ne trit jena ardhur me vendit edhe pa mirëkuptim ne nuk do të arrinim kurrë aty ku jena sot edhe aty ku kena për synim të jena nesër. Edhe po mendoj që është shumë e rëndësishëm. Izuela, ti je titulare e këtij trajnimi, do të thosha, e këtij projekti.
Edhe gjithmonë më lind ideja, si mbërritet ti pikërisht, e ndjeje që po udhëhiqje në këtë dialog, apo më në fund pas asaj barazie në cilën zhvillohej biseda dhe dialogu, ti papritur mora vlerësimin, si u ndjeve? Unë njeva shumë e privilegjume, edhe nuk po ju besoj asyve. Por që në fillim familjarët, zysha, drejtoresha kanë pas shumë besim tonë, më kanë inkuraju shumë, edhe unë kam pas shumë vetë besim, thëmë drejten. E di që në fond, kur të punoj shumë, edhe të kemi synim, do të arri, edhe në momentin që ne votum postrat e njëri tjetrit, sepse puna jonë ishte me bë një poster, dhe... Cili ishte posteri ytë? Çfarë paraqiste? Posteri jem paraqiste vallin që më pëlqen më shumë në Shqipni, një prej vallave që më pëlqen më shumë në Shqipni, flamujt e vallave që ishin pjesë e këtij trajnimi dhe gjithashtu shenja e peace, e paqes, dhe një mesazh i shkruar nga unë. Ti e dizenjove vetë, e pikturove vetë, si e realizove këtë poster? Po, e dizenjova me Photoshop, dhe me thonë në mënyrë teknologjike. Ti e zotron këtë mundësi? Po, dhe me thonë jam marrë me aplikacionet ndryshme në telefon, jam mundu shumë që me bëjë super mirë. Dhe cili ishte ai vend që një nga vendet që të pëlqen aq shumë në Shqipëri? Ishte Butrinti, edhe Syni Kaltër, edhe zgjolla që t'ishte në background të posterit tëm. I treguar e hapur, nuk i treguar lokalistët të merrje një pamje nga Shkodra ose nga natyra mrekulluese e saj. Ndoshta pikërisht kjo është një nga ato që është vlerësuar ndoshta. Po, dhe flamujt i realizove bukur, i vendose diku anash në krye si? I vendose në mes pak a shumë të posterit, në krye ishte titulli, edhe në fund kam shkruajt mesazhin. I cili? Formulohej nga fjalët? Diferencat tona na bëjnë neve të njëjtë, diferencat tona na bëjnë neve ne, dhe ne jena të mrekullueshëm. Sa bukur. Të lindi nga shpirti pikërisht, mund ta thuash në anglisht? Po, jo s'ka gjë, dhe me thonë, our differences make us similar, our differences make us us, and us is amazing. Kur e mora mesazhin që kishim me bë këtë lloj posterit, edhe që kishim me bë një mesazh në fund, unë munova fort. Thash, që ka me bë? Mënej shkryta gjën e parë që më ardhin mendja. Edhe gjëja e para ishte që ne kena diferenca të shumta. Edhe ndoshta mund të jetë njëna prej pengesave që mund të kena, sepse jena shumë ndryshe dhe nuk e dona këtë gjë, jena rahat në ambientin tonë. Edhe desha me transmetu faktin që sa do të ndryshim t'jena, ne tonë jena njësoj. Jena tonë të barabartë. U diskutua pikërisht të gjithë posterat, të gjithë punimet, u diskutuan mes njëri tjetrit? Në momentin e votimit, ne folëm me njëri tjetrin se sa na pëlqynen, sa s'na pëlqynen, për s'kena folë shumë. Dhe masonaj, kur u vendos posteri fitus, edhe 2 çmime tjera, në fond folme me njëri tjetrin se sa bukur kishin punuar. Ty për shembull, kush të pëlqeu? Sepse nuk ke votuar për vete, nuk ke votuar për pjesëmarrësit e vendit tënd. Shqipërisë. Ke votuar për një nga pjesëmarrësit e tjerë të vendeve të tjera. Çfarë mendimi ke pasur për atë që ti ke vlerësuar më shumë? Kanë qenë punime të bukura, më kanë pëlqyer shumë të tana. Jam fokusuar në votimin tim më shumë nga ana e vjetër. Kishte të punim shumë vintage edhe shumë të vjetra që më pëlqyen shumë, edhe një ata kam votu, them drejtën. Nuk e di kush ka qenë Kosova më duket. Sa bukur, nuk e di nga ka qenë. Kjo është vërtet një vlerësim, besoj se real, shpirtëror që ti ke bërë. Mesazhet, cilat kanë qenë për më së shumti? Mesazhet
kam vërej që tanë përmendësin paqen. Paqen, bashkëpunimin, që duhet me pas në vendet e Ballkanit, edhe ushqimet. Shumë për ushqime. Ushqimet që kena pas të përbashkëta, edhe kanë vendosur që me kanë një prej simboleve të postrave të tyne. Traditave pra të hershme. Po. Ishte shumë interesante kjo mënyrë e votimit dhe vlerësimit. Në fakt, 2 pjesëmarrës, nga 3 pjesëmarrës që kishte skuadra nga shkolla ose gjimnazi Jordan Misja, 2 ishin fitues. Jezuela Kola, fituese me çmimit të parë, dhe Edona Idrizi, fituese e çmimit të tretë. Besoj se ishte vërtet një kënaqësi e madhe, apo jo? Në kanë prit në shkollë me qësë në kanë prit me tort, me të lëmbace. Edhe Edona ishte pjesëmarrëse dhe fituese madje. Besoj se edhe ajo ka pasqyruar idetë e saj, mendimet e saj, të cilat janë vlerësuar. Më në fund votuat për njëri tjetrin dhe papritur shkalla vlerësimit mbriti më e lartë tek Jezuela. Ti çfarë po ndjeje në ato momente? E kishe menduar se do të fitoja, apo kishe hyrë Mundësia ishte. Thëm drejtën thash, ta veta, ku po fitoj unë? Dinastisht ky mendimi që mos me prit shumë që në fund mos më zgënjy, por e kuptoj që unë nuk e zgënjej vetin, edhe në fund kur pash postrin tem në video projektar, s'po ju besoj syve, për të njëjtën kohë thash bravo. Sa mirë. Nga pjesëmarrësit e tjerë, nga vendi ynë, Shqipëria, nga Serbia, Kosova, Maqedonia e Veriut, si të përgëzuan? Atëherë ishim në konferencë në Zoom, edhe ishin të tanë aty, edhe del aty postre e jem, edhe të tanë, bravo Jezuela, edhe ishte shumë bukur. Ishte një vlerësim i çiltër. Po. I mban mend disa nga emrat e pjesëmarrësve, sepse ti the u bëm shok dhe miq. Po, ndryshëm, Ekloida, Anastasia, Gjin, edhe shumë tjerë, Ergës, Valentin. Pra të shumt. Tashmë ndiqeni nga njëri tjetri në rrjetet sociale? Po. Jezuela, je në vitin e fundit të shkollës së mesme, apo jo? Çfarë do të thotë për ty ky hap, ose kjo pjesëmarrje, ky vlerësim? Të ka thënë diçka, ju kthyet me shumë entuziazëm në shkollë, u vlerësuat. E para ndoshta ishte mësuesja juaj Ermira. Po. Dhe drejtoresha Ardiana. Po. Me zyshmirë, në fakt, sa ullani çmimet, e mora në telefon, dhe ja ishte ndjeni. Në sekond e kishin lajmëru, edhe ishte shumë krenare për ne. Ky rrugtim, edhe pse këti rrugtimi erdhi fundi, për mu ishte fillimi. Edhe pse jam një maturante, për mu është thjesht fillimi, edhe jam shumë, e vlerësoj shumë punën që kanë bërë zyshet me ne, edhe këtë trajnim. Që do të thotë ti je gatshme për të marrë pjesë në projekte të tjera? Sigurisht. Shumë gatshme. Gjë që patjetër ti ofron shkolla, por edhe ti vetë mbase? Po, shkolla. Mendoj që vitet në vazhdim munda me i dalë zot vedit, edhe me i shku mrapa këtyne punëve, sepse nuk është pak, është diçka që ja vlen me e bë për vedin, për formimin tam. Interesat tuaja nga drejtohen, me qenë se je në vitin e fundit, pra je maturante. Ndoshta është ende herët, por gjithsesi mbase e ke një pikë synim. Po, më pëlqen psikologjia, edhe mendoj me vazhdu për psikologji. Është një degë që më ka pëlqyer gjithmonë, edhe është një degë që jam e sigurt që kam e gjetë veten. Të jesh e sigurt, të mbështetesh tek vetja, të kesh një kërkesë ndaj vetes, por edhe të tjerëve, madje të bashkëpunosh, është vërtet diçka, një hap i matur dhe i mbështetur, mendoj.
Këto e ke mësuar nga shkolla, nga eksperienca jote, apo gjithsesi ke një ndikim të afërt? Mama që në fillim është edukimi që më kanë marrë prind, ambienti që ata më kanë siguru në shtëpi, edhe forca që ata më japin, edhe sikur me një shikim. Për mu, thjesht një fjalë mamës teme, kur e kam marrë në telefon edhe i kam thënë që kam fitu, ka qenë gjithçka. Si të kanë mbështetur prindrit? Më kanë mbështet shumë, më kanë nisë nëpër trajnime, kanë gjithmonë më kanë inkuraju që mos me pas frikë, edhe sot madje ishin shumë të entuziazmuar për mu, edhe për jo të emocionum. Pse emocionem, tha mama? Ti i din këta punë krejt mirë. Besim. Po. Të kanë thënë besim. Po, allu habita, mami thash, po ti, pse, unë jam të dek këtu për emocioneve, ti rrinë krejt të qetë. Po pse maj mamë tha? Jam shumë e fatë që kam mamë. Gjë e bukur, shumë e bukur. Mendon se shkollimin do ta vazhdosh për te kufive apo brenda Shqipërisë? Natyra jame do të thote dikon këtu afër, por e di që potenciali edhe aja që unë du me arrit, du t'ishte më mirë diku më larg. Se jo në Tiranë ose edhe në vende tjera. Ezuela, ishte shumë kënaqësi që komunikuam së bashku. Ndoshta edhe tani që po flasim, unë e kuptoj pse ti je vlerësuar. Për ecurinë tënde, për vendosmërinë, për forcën e argumentit, për sigurinë që ke në fjalë, por edhe për mbështetjen që merr dhe jep. Të falenderoj vërtet ashtu siç thash në hyrje të programit që është shumë kënaqësi të bisedosh me të rinj, të japin impuls, siguri, entuziazëm, të japin edhe mbështetje, pse jo? Ne duhet të drejtohemi atyre. Të falenderoj Ezuela. Urime dhe vazhdimsi të mbar në rrugën tënde. Përshëndetje të gjithë atyre që kanë formëzuar karakterin tënd, por edhe të gjithë atyre gjimnazit Jordan Misja, stafit, mësueses, drejtuesve, që japin hapa të tillë që të rinj, nxënës Ezuela, Edona dhe të tjerë, të kenë ecurinë në hapat e tyre që marrin. Falenderoj edhe një herë, suksese gjithmonë. Faleminderit.